Prokuria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur të zgjasë me 3 muaj deri në shkurt hetimet për kryebashkiakun e Kolonjës, Erion Isaj dhe 5 zyrtar të tjerë të administratës vendore. Zgjatja e afatit hetimor lidhet me nevojën për të kryer veprime të tjera verifikimi dhe për të analizuar dokumentet që kanë të bëjnë me 2 tendera të rëndësishme, ndërtimin e rrugës Korçër-Sek dhe sistemin e ujësillësit të Kolonjës. Zyrtarët akuzohen për vepra penale të shkeljes së barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, shpërdorim të detyrës dhe falsifikim të dokumenteve zyrtare. Hetimet nisën pas problemeve të konstatuara në ndërtimin e rrugës Korçër-Sek, një pjesë së cilës u shëm më njëherë pas ndërtimit në zonën e njohur si qafa e Qarrit Mollas. Sipas së dosjes hetimore, tenderi për këtë rrugë u fitua nga kompania ANK në pronësi të Agim Kodës, vëllai i deputetit socialist Ndue Kola, ndërkohë projekti dhe mbikëqyrja e punimeve ju besuan kompanisë AE Engineering në pronësi të inxhinieres Entela Çano, e cila dyshohet se kishte lidhje të afërta me kryebashkiakun e saj. Kjo kompani fitoi tenderin me një vlerë pothuajse të barabartë me fondin limit, rreth 200.000 euro, dhe ka rezultuar të ketë mbikëqyrur edhe një sër punimesh të tjera publike në zona të ndryshme të vendit. Ndërtimi i segmentit rrugor, për cilën shteti ka akorduar mbi 21 milion euro nga buxheti, është shoqëruar me akuza për abuzime dhe keq menaxhim, pasi një pjesë e rrugës u shem gjatë punimeve. Avokati Esmerald Gjafa nga Korça depozitoi kallëzim penal ndaj 2 kompanive fituese, Bashkisë Kolonjë dhe Autoritetit Rrugor Shqiptar si autoritet tenderues. SPAK po vijon hetimet për të përcaktuar përgjegjësitë konkrete të zyrtarëve të përfshirë, si dhe për rolin e ARSH-s dhe kompanisë ndërtuese ANK në procedurat e tenderimit dhe cilësinë e punimeve të rrugës Korçër-Sek. Vendimi për zgjatjen e hetimeve sinjalizon se prokuria e posaçme ka ende element të paqartë për të zbardhur në këtë dosje që lidhet me abuzimet e fondeve publike në infrastrukturë.